Debatet mes personazheve të njohur shpesh herë zbulojnë më shumë se sa thjesht fjalë. Në një episod të fundit në Prime, Alba dhe Limi u përballën me një situatë të tensionuar, ku fjalët e Limi u ndjen si një goditje për Alban. Ajo e shprehu shqetësimin e saj për mënyrën se si ai e kishte përshkruar marrëdhënien e tyre. Alba, e cila është e njohur për sinqeritetin e saj, e ndjeu nevojën të sqarojë situatën. Ajo theksoi se komentet e Limit ishin të papranueshme dhe se ato e kishin ulur shumë në sy të publikut. Nuk shkoj vetëm për qejf me një mashkull, tha ajo, duke e bërë të qartë se marrëdhënia e tyre kishte më shumë thellësi se sa thjesht një takim për argëtim. Më nxore sikur jam takuar me ty vetëm për qejf. Sqaroje fjalën se mua më nxjerr keq, vazhdoi Alba, duke e theksuar rëndësinë e respektit në marrëdhëniet personale. Kjo deklaratë e saj nxjerr në pa ndjeshmërinë e saj dhe dëshirën për të ruajtur një imazh të mirë publik. Reagimi i Limit ishte gjithashtu interesant. Ai u përgjigj me një frazë të thjeshtë: "Ne për qejf jetojmë." Kjo përgjigje, megjithse e thjeshtë, mund të interpretohet në shumë mënyra. A ishte ai duke e minimizuar shqetësimin e Albas, apo thjesht duke u përpjekur të mbajë gjendjen e qetë? Ky debat nxjerr në pa një temë të rëndësishme në marrëdhëniet moderne: komunikimi. Çfarë ndodh kur dy individ kanë mendime të ndryshme për atë që do të thotë të jesh në një marrëdhënie? A është e mundur të arrihet një marrëveshje pa u ndjerë i lënduar nga fjalët e njëri tjetrit? Alba dhe Limi, si figura publike, përballen me presionin e mediave dhe opinionit publik. Çdo fjalë e tyre mund të interpretohet dhe të përdoret nga të tjerët. Kjo situatë është një shembull i qartë se si një debat i dukshëm mund të ketë pasoja të thella në jetën e individëve. Si përfundim, ky episod na tregon se marrëdhëniet janë komplekse dhe se komunikimi i hapur është thelbësor. Ajo që ndodhi mes Albas dhe Limit është një kujtesë se fjalët kanë fuqinë të ndihmojnë.